Kafshari. Pas vendimit të organizatave të dala nga lufta për të mos marrë pjesë në organizimin e qeverisë për shënimin e 17 dhjetorit të pavarësisë së Kosovës, por edhe për shënimin e epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sot këto organizata kanë marrë edhe një vendim për të mos marrë pjesë pra në Këshillin e Qeverisë për të shënuar edhe ditën e çlirimit të Kosovës. Ndërkaq për të biseduar më shumë lidhur me këtë vendim, do të flasim në një intervistë edhe me kryetarin e OVL-s UÇK-s, me Hysni Gucatin. Përshëndetje zotërisë, ne faleminderit shumë për kohën. Tashmë është bërë qartë se organizatat e dala nga lufta nuk do të marrin pjesë as në Këshillin organizues të Qeverisë së Kosovës për të shënuar ditën e çlirimit të Kosovës. A mund na tregoni se a janë arsyet e njëjta që nuk do të merrni pjesë në Këshillin organizues siç kanë qenë edhe paraprakesh për shënimin e pavarësisë së Kosovës, por edhe për epopejën e UÇK-s? Faleminderit juve që keni gjithë kohë më ardhur, po është e vërtetë, vendimi është i njëjtë edhe kërkesat janë të njëjta. Përdesa kjo qeveri na përbuz neve dhe përbuz Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, sidomos shoqatat të dalën nga lufta, atëherë edhe ne kemi vendosur që të marrim një vendim të tillë që asnjë këshill nuk do të marrim pjesë nga qeveria kur do të na fton neve. Ne qeveria na ka ftuar ditën e premte, na ka çuar në ftesë për në Këshillin organizativ për lirimin apo për çlirimin e qytetit të Kosovës, qyteteve të Kosovës apo çlirimin e vendit të Kosovës, ne kështu nuk do të marrim pjesë, arsyet janë të njëjta, citë me parme. Ne nuk kemi kundër çlirimit të vendit tonë, se ne kemi dhënë dëshmor për këtë tokë, kemi dhënë gjymtyr trupit dhe kemi veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo qeveri gojën e ka plot ushtrisë çlirimtare të Kosovës, plot dëshmor, po asnjë nuk e realizon asnjë projektonin dhe nuk na përgjigjet neve fare. Ky bojkot pra nuk është i pari. Ju nuk keni marrë pjesë në Këshillin e Qeverisë edhe për shënimin e epopesë, por edhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës edhe për pavarësinë e Kosovës. A mund të themi se janë prish marrëdhëniet mes organizatave të dala nga lufta dhe me qeverinë aktuale, pra nuk ka ndoshta edhe nga qeveria një dëshirë për të organizuar gjithë këto festa së bashku me organizatat e dala nga lufta? Jo, ne kemi qenë gatshëm gjithmonë për bashkëpunim. Por derisa kjo qeveri nuk do bashkëpunim me neve. Dhe kjo qeveri nuk është gjendje që na përgjigjet neve fare. Kjo qeveri që thashë më herët na bojkoton neve gjithmonë. Që 4 vite kjo qeveri asnjë kërkesë nuk e ka realizuar nga shoqatat e dala nga lufta që kanë bërë kërkesa të kjo qeveri. Kjo qeveri si ka pranuar vetëm një herë për 4 vite i ka pranuar takim shoqatat e dala nga lufta. Asnjë takim se ka realizuar me to. Atëherë ne, si organizata dalën nga lufta të nivelit qendror, kemi marrë vendim që mos i përgjigjem kësaj qeverie në asnjë këshill organizativ. Ta bojkotojmë këshillin organizativ, jo manifestimet, se manifestimet janë tona, nuk janë qeverisë. Janë qytetarët e Kosovës, janë të dëshmorëve, të invalidëve dhe veteranëve, aty që dha më të shtrajtin, që dha jetën. Dhe ne në mënyrën tonë do ta festojmë ditën e çlirimit të vendit tonë të Kosovës. Cilat janë konkretisht kërkesat e juaja të OVL-s UÇK-s ndaj qeverisë? Çfarë kërkoni që ajo të ndryshoj karshi juve? Kërkesat tona unë besoj janë legjitime dhe të arsyeshme shumë. Asnjë kërkesë deri më sot nuk e kemi vënë që s'ka legitimitet, që s'është arsyeshme edhe që do të që kupton që kërkesat tona kanë qenë shërim jashtë vendit, sidomos të invalidëve, veteranëve edhe fëmijëve të dëshmorëve. Ne të kthehet paga minimale aty ku ka qenë. Që ka qenë kërkesë legjitime dhe ka qenë përpara dhe me listën sërbska ne na ka qenë ka paga minimale qeveria. Dhe të bëhet një ligj për vlerat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës apo për luftën e shajtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një ligj. Ne nuk kemi duke kërkuar asgjë më shumë. Ne jemi duke kërkuar mosh nga kjo qeveri. Ne kërkojmë që tana qeveri deri më sot që kanë bërë këtu kërkesë, kanë analizuar vetëm një kërkesë nuk është kryer nga qeveritë e kaluara, ligje për vlerat të luftës, unë nuk po them se s'kan faj edhe qeveri tjera. Edhe qeveritë e kaluara kanë bos një pjesë fajit. Po kjo qeveri kryer me Albin Kurtin, tash e ka vënë mojën këtyre këqijave që është duke bërë vetë. Dhe ne jemi të kërku që tulim në tavolinë, kjo s'do mund tavolinë, edhe ne atëherë si jemi fort interesum tulim me të tavolinë, që të besojmë fare, përderisa ai nuk don, as ne nuk e kemi ndërmend, që t'ja marrim zhakun kësaj qeverie, të shkojmë sa përsëri faqe në Këshillin Organizativ për festat e shtetit tonë.
Zotri Gucati, përveç ftesave që keni marrë nga qeveria për të qenë pjesë e Këshillit Organizativ të shënimit të datave shumë të rëndësishme për vendin tonë Kosovën, a ka pasur ndonjë tentativë prej qeverisë për të arritur një bashkëpunim me ju, një komunikim dhe për t'i sqaruar ankesat që ju keni karshi qeverisë dhe kërkesat që i keni ndaj saj? Jo, deri me sot nuk ka pas asnjë tentativë që kjo qeveri të na fton të ulëm tavolinë. Apo të paktën thot të realizojnë një kërkesë që ne kërkojmë. Ne unë thash që janë kërkesa gjitha legjitime, janë kërkesa për boj, sidomos invalidët kanë nevojë të shkojnë në rehabilitim boj. Boja nuk është luks. Shërimi jashtë vendit nuk është luks. Deri me sot kjo qeveri nuk ka shprehë gatishmëri që të na fton paktën një përfaqësues i saj, nëse s'mund Albin Kurti marrën me na poni me sy, qeveria nuk është vetëm në Albini, po ka ministra, ka zanë ministra, ka dikaserat ndryshme me qeverisë dhe mundet që të bisedojnë me neve. Po kjo qeveri nuk do në fare të bisedojnë me neve. Kjo qeveri vetëm në mojë gjuhës e ka uçekën, në mendje dhe në shpirt nuk e ka uçekën. To po të me plot bindje, se nëse të kesh vetëm pak në mendje dhe në zemër, kjo qeveri do të afton të një të ulëm tavolinë. Unë kam thonë ne pse kemi marrë vendim gjitha degët e Kosovës me 12 që shohë të bëjnë homazhe në gjitha varrezat e dëshmorëve të kombit rreth kënd Kosovës. Ne degët e Kosovës që kemi, të gjitha kanë ditë bashkëpunojmë me nivele komunale. Kur flas me nivel komunal, gjithmonë flas me kuvende komunale, me kryetar dhe me asambleje komunale që bashkëpunojnë për organizimin e ditësimit të çdo qyteti. Se kryetarët e komunave nuk kanë faj. Këtu kanë të drejtën vetë qeverisë dhe edhe degët tona. Sidomos dega e veteranëve apo invalidëve dhe dëshmorën e Skenderaj ka të drejtë të bashkëpunojnë me kryetarin e kuvendit komunal Fadil Nuren, apo dega e Prishtinës ka të drejtë bashkëpunojnë me Përparim Ramën apo Prizreni. Të gjitha degët kanë të drejtë bashkëpunojnë me komuna në nivelin komunal gjithmonë flas. Ne si qendër nuk do të bashkëpunojmë, po as degët nuk do të bashkëpunojmë me qeverinë për ditën e pavarësisë. Me qeveri as në formë nuk do të bashkëpunojmë. Përdesë kjo qeveri nina për buz. Nuk është dëshmori vetëm përmendet me gojë. Nuk është dita që të përmendet vetëm me fjalë. Po ato duhet ta vlerësojsh. Kur e vlerëson ti një punë, e ki gjithmonë afër. Kur ti e përbuz, atëherë se ki afër. Dhe kjo qeveri neve na ka përbuz. E derisa ne na ka përbuz kjo, pse mos sa përbuzim ne këto? Ne kemi bënë luftë drejt për këtë popull, kemi munduar për këtë popull dhe prapë të tisëm aty stoik ku kemi vendosur. Zoti Gucati, nëse ndetëve në vazhdim më themi që qeveria e Kosovës bëhet të sinqertë dhe i adreson kërkesat e juaja, do të jeni të gatshëm të ulini në tryezë dhe të diskutoni për këto dhe a do të merrni pastaj pjesë në Këshillin Organizativ? Nëse qeveria është e gatshme, sa neve na kanë thirrë për nesër në orën 11 takimi i partijat. Dhe ne kemi refuzuar sot, ja kemi dërguar edhe emailën, edhe kemi dalë me informacion për media, ju siç e keni marrë vesh. Po, nëse qeveria është e gatshme të ulet me ne të bisedon, të realizon kërkesat tona, se gjitha mund të realizohen me 24 orëve. Përjashtim ligjit për vlerë luftës mund të realizohet, kuptohet se duhet të ketë parlament, duhet të ketë qeveri, se kjo është qeverin detyrë për momentin. Po kërkesat tona mund të realizohen nga kjo qeveri që thasha më herët, sidomos kërkesat për boj, kërkesat për shërim nga Ministria e Shëndetësisë, edhe disa kërkesa tjera elementare që janë për organizatat të dalën nga lufta, këtu mund të realizon qeveria. Përderisa kjo qeveri nuk do të realizon, pas ne atëherë nuk kemi nevojë që të ulemi në një tavolinë. Po e realizon kërkesat tona. Zotohet si e realizon më një kohë caktuar, ne jemi po ata njerëz që kemi bashkëpunuar me qeveritë e kaluara, do të bashkëpunojmë me to dhe do ta marrim hisën tonë që na takon në Këshillin Organizativ për bashkëpunim. Zotri Gucati, për fund ndrojmë temë dhe një pyetje lidhur me gjykatën speciale, me që ka përfunduar cikli dëshmitarëve nga gjykata speciale, nga prokuroria dhe tash do të fillojë edhe cikli dëshmitarëve nga mbrojtja e krerëve të UÇK-s. A e prisni që ky proces të përfundojë shpejt? Tash timi Ralto, unë nuk besoj si do të kryhet shpejt. Unë vetë kam qenë atje. E dim punën e sona, sa është duke punuar dhe që veç u bërën 5 vite që ndës ka kësoj gjykatë kushu. Unë besoj vetëm një du të besoj në Zot mas pari edhe besoj në drejtësi që dhash Zoti që të ketë drejtësi edhe ata të dalin pa faj shumë. Shumë zera jam duke dëgjuar. Nuk e pres që këtë vit përfundon. Mundet Zoti. Kam dëshirë nesër të përfundoj në mënyrë më të mirë të mundshme që të lirohen shokët tonë dhe të vinë ku kanë qenë familje, mas pari vinë familjen e tyre dhe të vinë të shokët dhe të miqtë. Po në nuk besoj se do të kemi si vjetë një verdikt.
Edhe nëse do të ketë ka fundi i vitit, pro deri ka fundi janari 2026, po ju them sinqerisht, jam optimist në çat kohë. Dëshira ime është tash nesër mëngjes, që dal t'i pres në aeroport me shok, që do të lirohem po. Këtë nuk e besoj. Tu e ditë punën e saj ngadalshme, tu po veprimet e saj në çfarë duke bërë, tu po me kon ka punë deri më sot, dhe tu po si një sonë që ka mojtë sot, mas 10 ditë një sonë. Kjo vetë tregon një puna tyne e ngadalshme që kam punu shumë. Dhash Zoti, edhe besoj se këta burra do të dalin faqebardh dhe ushtria që ndora Kosovës do të dalë fitimtare. Pra, kurdo që të përfundoj procesi, ju jeni optimist që krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës do të shpallën të pafajshëm nga gjykata speciale? Populli thot një fjalë të urtë. Gjitha t'i fali shpresës ta fali, apo i myllin si që kanë thonë, plesh tonë, edhe une. Gjitha e më gjetemi t'i fali shpresën se fali kur njëtë. Edhe besoj, shpresoj, se këta do dalin faqebardh dhe do të vinë të lirë, do të triumfojë qysh thashta më herët ushtria shqiptare e Kosovës, qysh ka ditë triumfojë bashkë me forcat aleate të NATO-s, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kemi sillu këtë vend. Falenderoj shumë për kohën sot. Faleminderit juve.